nderuar zonja zotëri, ju shikoj të qeshur në fytyrë dhe kjo më bën optimist. Parafolësit e mi dhe që të gjithë që do diskutojnë dhe do flasin, ju uroj shëndet dhe bashkësi dhe secili prej tyre meriton votën. Unë jam Bujar Vreto dhe kam dalë në tregun politik prej kohësh, por sot me këtë pankartë në dorë. Kjo buron nga mendja, zemra është ke ju, është ke qytetarët e Elbasanit, Librartit, Prejasit, Gramshit, Peqinit, Keqit e Këritit. Ne kemi shkelur rrugët, kemi shkelur tokat, kemi shkelur qytetet, kemi shkelur fshatrat. Kemi marrë shqetësimin e çdo banori që ka individualisht në komunitet dhe për gjithë infrastrukturën. Por, a do të arrim të bëjmë? Atë ne do të arrim të bëjmë në qoftë se ditën e tjerë si sot një javë, kutia do besoj ke ne, vota do besoj ke ne, dhe ne do të bëjmë atë që meriton qytetari. Unë të dashur vëllezër dhe motra kisha vetëm dy, jo porosi, por mendoj me veten time. Si ka mundësi një palë del dhe thot do çoj vendin në Europë. Në fakt ne në Europë jemi, në zemër të Europës. Problemi është që ky vend ka 34 vjet vetëm vidhet. Mos e vidhni, se në Europë jemi. Ne të rinjtë dhe të reja kanë ikur, janë me pasaportë europiane. Po a e din këta kodosh të politikës që Ahmet Zogu Shqipërinë në Europë pati, pasaporta shqiptarit ishte një pasaport që lëvizje në 4 anët e botës, po erdhën etrit e tyre dhe e shuan ëndrin e shqiptarit, por edhe kjo demokraci e prisht, po e shuan dita ditës, se ne po shpopullohemi. Del pala tjetër, thot do bëj Shqipërinë madhështore. Po me këtë e bëjnë Shqipërinë madhështore këta. Me Haxhinason, me atë Çikën, me këtë e bëjnë Shqipërinë madhështore këta. Me ata që e torturuan e sakatuan këtë vend, Shqipëria nga vetë natyra, nena e ka falur Zoti madhështore. Jo ai Zoti Fluturaku që në Librazh tha, ne do ham njerëz si zoja nga qyteti. Qohu doktor tha se ju kam frikë. Jo më zotëri, populli nuk duhet ketë frikë, populli duhet ketë besim, populli duhet ketë shpresë, ne populli duhet t'i japim atë që meriton. E çfarë ndryshojnë këta nga kanibalizmi i 97-ës, kur një Luiza Hoxha pinte gjakun e individëve të shërbimit informativ dhe u bë deputete. Ne nuk duhet bëhemi deputet mbi njerëz që do t'i hamë, po ne duhet bëhemi njerëz me ata që ne besojnë, na japin votën dhe të jemi në parlament me guxim, me trimëri, me vlerat tona, me fizikëri dhe t'i themi atë që duhet tempullit të demokracisë. Të trokasim, nëse do shkojmë në parlament, në çdo derë, në çdo zyrë, te ministri, te drejtori, te kryeministri për hallet që ka ky popull. Ky popull është i tejfuar. Prandaj Zoti Basha, prandaj të dashur kolegë, zonja zotëri, që keni marrë përsipër të sfidë të madhe. Ne para se të kërkojmë karrige, ne duhet realizojmë misionin. Nuk është karrige ajo, se po t'ishte për karrige, rrim o Kerama, o si që quajnë ata veten shumicë. Faktikisht, shumicë është populli kundër hajtutëve. Nuk do t'ju marrë më shumë kohë, ju uroj fat, mbarësi, çfarë kemi familjar, njerëz tonët, shok, miq, dashamirës, këtë javë duhet t'i njoftojmë dhe t'i dërgojmë në kutinë e votimit. Të votojmë numër 4, koalicionin euroatlantik dhe njërin prej nesh. Zoti ju bekoft dhe duroft gjithë të mirat.